Përshëndetje, ku jemi këtu me parashtrimin e datës 11, data 11 tetor të 2025. Duket se është një ditë shumë e rëndësishme, një ditë ku do të kemi ndikime shumë të mëdha në lidhje me punën, lidhje me karrierën dhe gjërat që do të ndikojnë. Data 11 është një ditë kur ndihemi disi, sepse ditë e shtunë gjithmonë ka të bëjë marrëdhënie me financat, sepse kemi afër ditën dhe Saturnin që dominojnë. Një formë tjetër duket se gjërat janë mjaft të ndërlikuara dhe nëse kemi për sa i përket lidhjet e marrëdhënieve me punën ose diçka tjetër, sepse dita e shtunë është një ditë e mirë për negociata të rëndësishme, nëse kjo ndodh për sa i përket punës suaj, me marrëdhënie nuk ka të bëjnë me çështjet që lidhen me bankat, sepse bisedimet bëhen dhe ditë shtunë e ditë diele pak rëndësi ka, por kjo duket se duhet të ketë mundësi për